Kryeministri Edi Rama po vazhdon pazaret për të ndërtuar kulla në hapësirat pronë shtetërore rreth godinës së kadastrës në Tiranë, duke përdorur korporatën shqiptare të investimeve të drejtuar nga Elira Kokona, firmosësja e grabitjes së pasurive publike. Një prej këtyre pazareve është rishpallur me njoftim numër 47 fraksion 4 datë 30 janar 2026 të korporatës së investimeve me thirrje drejtuar subjekteve investuese për zhvillimin dhe menaxhimin e godinës qendrore të kadastrës nëpërmjet sipërmarrjes private të projektit Lift Tower. Pas projektit ashtu quajtur rihetëzim të godinës së kadastrës, fshihet durimi i truallit rreth kadastrës për ndërtimin e një kompleksi me 3 kulla nga 40 kate mbi tokë dhe 7 kate nën tokë. Kullat do të përdoren për banim, zyra, ambiente tregtare, hotel, rezidencë studentore dhe parkime, ku 100% e sipërfaqeve të banimit, 60% e sipërfaqeve tregtare, si edhe zyra e parkime nëntoksore do t'i marrë firma private. Ndërsa shteti, si pronari i trullit, do të marrë vetëm 40% të sipërfaqeve tregtare, zyra dhe parkime, ku përfshihen edhe zyrat e reja të kadastrës së përgjithshme. Kjo është shpallja e 5 që Edi Rama dhe Elira Kokona e korporatës së investimeve i bëjnë projektit të kadastrës me kulla pas 4 shpalljeve të mëparshme të bëra në nëntor 2024, janar 2025, maj 2026 dhe shtator 2025. Me shpalljen e datës 30 janar 2026, afati i aplikimit është deri më 5 mars 2026.